Ku jeni o njerëz dhe kriptos? A keni pa që Koreja e Veriut i ka vjedh 1.5 milion dollar në kripto? Që kjo Koreja e Veriut që s'ka as internet. Qysh e ka bo? Hakerët e kanë targetu platformën Bybit e cila e mbon miliarda dollar të klientëve të saj me një kasafort. Bybit e ka një kulet online, ose wallet që i thujnë këta që mirën me kripto, ku i mbojnë këto kripto coin. Kur këto pare hargjohen, Bybit merr tjera prej kësaj kasafortës që është shumë e sigurt nga hakerët edhe është offline. Hakerët, tu e ditë këto, e kanë targetu një kompani tjetër quajtur Safe Wallet, që Bybit e përdor për me dërgu të hodhat nga kuletat e saj. Tash, hakerat kanë hyrë këtu. Transferimin prej kasafortës në Safe Wallet, Bybit ka qenë të i transferu 400.000 Ethereum në Safe Wallet. E këto hakerët e kanë ndryshuar adresën edhe kanë dërguar 1.5 miliard dollar në një llogari tjetër, domethënë të Koreas Veriut. Prej asaj llogarie mandej ato janë shpërndar edhe në shumë llogari tjera dhe nuk ka pas mundësi mu kthy, edhe pse kompania Bybit ka dhuruar shpërblime me miliona për çdo që ka pas informata për transfere dyshimta e që mundet me u ndihmu me rikthim. Sipas ekspertëve, Korea e Veriut e ka një fuqi të jashtëzakonshme të hakerëve. Mase që ata nuk e kanë ngolën për me mojt imazh të mirë, nuk e kanë problem me vjedhje dhe ka shumë raste të tjera ku ata kanë vjedhë në këtë mënyrë. 1.5 miliard pore janë. Me shumë siguri Koreja e Veriut ka me përdorur për ushtri, po për çka e kishi përdorur jo nëse e kishi pas. Kallëzoni në komente edhe follow Radio Urban FM 103.5 në krejt rrjetet sociale për më shumë video si kjo.